Lideri i partisë më të madhe në vend Albin Kurti ka ralluar paraqitjet publike ku prezente janë edhe mediat. Megjithatë, bashkëpunëtorët të tij të ngushtë si nënkryetari i lëvizjes Vetëvendosje, Glauku Njufca, mori të premtën pjesë në një tryezë diskutimi. Por Njufca nuk doli para mediave, të cilat janë të interesuara të dinë se ku ka mbetur procesi i formimit të qeverisë. Këtë temë më e përfolura aktualisht në publik që nga nënshkurti kur u mbajtën zgjedhjet parlamentare. Versionet e shumta janë folur, e njëra nga ato është edhe formimi i qeverisë nga opozita, sidomos pas konfirmimit të LDK-s për takime me liderët e opozitës. Këtë analistja politike Makbuli Shkodra e shet të mundshme veç nëse lëvizja Vetëvendosje nuk dëshiron të jetë pjesë e qeverisë. Nëse Vetëvendosja nuk e fton nismën për ta ndihmuar për ta bërë qeverinë, është ajo që e kam menduar shumë më herët që lëvizja Vetëvendosje, më saktësisht kryeministri në detyrë, zotri Kurti, nuk është i gatshëm të jetë në krye të detyrës për të përballur me obligimet ndër të tjera që i ka marrë edhe vetë së fundmi. Ndërka Shkodra shpreson që takimet e opozitës të jenë të frytshme, derisa thekson se asnjë nga partitë nuk duhet të ngulë këmbë në pozitat e caktuara. Analisti tjetër politik Albinot Maloku thotë që ideale do të ishte një qeveri pjesës së cilës është lëvizja Vetëvendosje, me që këtë vullnet e ka shprehur shumica e votuesve. Megjithatë edhe Maloku thotë që Kurti ka një hezitim që të udhëheq prapë me vendin. Albin Kurti ka një dro, hezitim, i cili buron nga shumë arsye, jo krejtësisht nga pamundësia për të bërë qeverinë, sa nga ajo nëse bëhet kryeministër, se çfarë e pret në angazhimet e tij. Pra kjo vërejt edhe duket. Në anën tjetër, a ka mundësinë ta bëj qeverinë i pari pas këtij procesi zgjedhor, po me një partneritet caktuar për t'i dhënë frymë, stabilitet, produktivitet një qeverie të ardhshme të vendit. Komisioni qendror i zgjedhjeve i ka shpallur rezultatet përfundimtare me 15 mars, derisa për certifikimin e tyre duhet të priten vendimet e instancave më të larta për ankesat ndaj rezultateve.